Dashuria e tyre i rezistoi mediave, i rezistoi presionit, i rezistoi diferencës së moshës, por nuk mundi t'i rezistonte dot një kurthi që ju ngrit. Në kohën që çifti Duma Saljani pranuan lidhjen e tyre disa vjeçare, që për vite e kishin mbajtur shumë sekret, erdhi dhe tronditja nga themelet e marrëdhënies së tyre. Kjo nuk është vetëm një aludim i mediave, por u zbulua nga një deklaratë që bëri vetë Grida Duma. Ajo futi në një kazan si Edi Ramën dhe partnerin e saj Ervin Saljanin. Grida tha: "Askush të mos guxojë të bëj emrin tim pis dhe pjesë të pazareve alla Edi ose alla Ervin Saljani. Unë nuk ju lejoj." Më pas, duke lartësuar emrin e saj mbi atë të partnerit, tha: "Unë kam punuar shumë për të arritur gjithçka në jetë, të tjerët janë çështje minore për mua." Mesazhi që i dërgoi Saljanit ishte i qartë, e njëjta gjë që bashkoi çiftin edhe e largoi, dhe kjo ishte pikërisht politika. Në korridoret e politikës, thuhet se Saljani ka përmendur emrin e Gridës për favore politike, dhe kjo ka sjellë dhe krisën e marrëdhënies mes tyre. Por, sikur të mos mjaftonte ky fakt, Grida ka bërë një tjetër lëvizje. Ajo ka larguar Saljanin nga të gjitha rrjetet e saj sociale, ndërkohë që Ervini vijon ta ndjek Gridën. Por nuk ka qenë vetëm largimi i partnerit nga çdo rrjet social. Vendimi i fundit që ka marrë Grida është ndërprerja e bashkëtesës me Saljanin. Mbetet për t'u parë nëse kjo krizë e fortë e çiftit do të thotë vënie kapaku përfundimisht të historisë së tyre të dashurisë, ose koha mund të sheshojë mosmarrëveshjet e lindura. Kjo gjë mbetet për t'u parë në vazhdim.